Greva e punojësve të transportit në rajonin ton ka sjellë frenimin e eksportit të perimeve të stinës për rreth një javë. Aktualisht, fermerët e Myzeqes eksportojnë lakër, lule lakër e perime të tjera të stinës. Në rajonin bujqësor, Lushnja dhe Divjaka funksionojnë 34 pika grumbullimi të prodhimeve të fermerëve, prodhime të cilat eksportohen. Greva e kamionistëve në Maqedoninë e Veriut dhe Malin e Zi ka ndaluar këtë aktivitet për shumë grumbullues, duke sjellë probleme financiare si për grumbulluesit, por edhe për fermerët e të cilëve u ka mbetur prodhimi në fusha. Kjo neve na pengon shumë. Për arsye se bjen gjithë fshatarë të prodhim, ne themi të ta çojmë atje jashtë kur vjen ata rruga është e bllokuar. E neve na ngel prodhimi këtu jashtë siç e shikoni ju, edhe këtu, edhe lakër, edhe presha, morëm nga gjitha prodhimet që bjen ata. Ka penguar transportet nëpërmjet Ballkanit për në Evropë. Po normal që na ka penguar sepse puna jonë lidhet drejt për drejt me eksportin. Domethënë na ka penguar ne, ka penguar edhe fermerët.